Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus dhe Star Plus Televizion. Sot do flasim për turizmin në Bashkinë e Vau të Dejës dhe për të folur për këtë vend të mrekullueshëm kam sot të ftuar Antonio Pietraj, specialist në sektorin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Mirëmëngjesi nderuar, faleminderit që je këtë mëngjes me mua. Samela Zagani, përgjegjëse e sektorit të trashëgimisë kulturore. Mirëmëngjesi e dashur. Është kënaqësi sepse ti je për herë të parë në këtë emision ndryshe nga Antonioja. Është gjithmonë shumë kënaqësi të jesh pjesë e emisionit dhe studiove tona. Faleminderit që ke ardhur. Edhe Altina Andrejka, i përgjegjëse e aktivitetit dhe mbarvajtjes së aktivitetit të hapjes së sezonit turistik. Faleminderit. Faleminderit që jeni me mua të tre, më keni zbukuruar studion dhe na keni kënaqur me aktivitetin e bukur të hapjes së sezonit turistik që keni sjell, pavarësisht se sezoni turistik tashmë në Vaun e Dejës është gjithvjetor dhe patjetër që turistët kanë qenë të shumtë edhe gjatë pjesës tjetër, por kjo ishte diçka shumë e bukur dhe simbolike. Mund të flasim pak si shkoi ky aktivitet nëse do e hapnim në këtë mënyrë? Aktiviteti është kanë një ditor për organizimin e hapjes së turizmit. Jena mundu me përfshi sa më shumë pjesë të territorit tonë që përfshin. Vendolja është kanë qafa gurit, ku është bërë me një panoramë të mrekullueshme. Dhe kena pas aktivitet për fëmijë, kena pas panajirin me gjitha agroturizmat e zonave, me artizanatet dhe me libra, piktura, çdo gjë që mund të përfshin. Pra kishte një larmit madhe të gjërave, gjërat e mira të gatuara, të cilat janë tradicionale të zonës, mos t'i lëm pa përmendur. Absolutisht. Jena mundu me i përfshi që kur të vinë një person ose një familjar, të ketë mundësi me shiu të gjitha ambientet. Për grup moshat ndryshme, kena pas biçikletat në ujë, kena pas këto jet ski, edhe shfaqje muzikore me shkollat. Edhe pjesa e muzikës, bendi, cili ishte i ftuar, ishte sinqerisht ambitor, do të thonë ndjen, ishte mrekullueshëm. Ishte një aktivitet shumë i bukur dhe jo vetëm promovues për çdo gjë që bëhet atje, por edhe shumë argëtues. Nëse flasim për objektivin kryesor të këtij sezoni, cili nga ju mund të më flas, cili është objektivi kryesor i këtij sezoni turistik? Tashmë dim që Vau Dejësi ka një sezon turistik gjithvjetor, nuk mund të përqendrohet vetëm në verë. Kjo është objektivi kryesor që kena pas, që me zgjatë sa më shumë sezonin turistik dhe jo vetëm me përqendru në 3 ose 4 muajt e verës. Mendoj që e kena dalë, të pas parasysh edhe numri i turistëve që është shtu për çdo vit dhe nuk kena marrë turista në muajt e verës, por gjatë gjithë vitit. Kjo është objektivi kryesor. Masadena, objektivi të tjerë, specifik mund të them, janë pjesa me promovu sa më shumë bizneset lokale, resurset natyrore që na kena, liçenin, malet, traditën, kulturën, që në mënyrë që me pas një gërshëtim sa më të mirë me njëra tjetrën dhe duke më pas të mujtun që të promovohet një turizëm i qëndrueshëm. Patjetër, dhe një turizëm shumë i mirë siç është ai i Vau të Dejës. Çfarë e dallon turizmin në Vaun e Dejës nga pjesa tjetër e veriut? Atëherë faktikisht Vau Dejësin e karakterizon më shumë dhe veçan më shumë pjesa e maleve. Pjesa e kalave, historiku, edhe aktivitetet që i zhvillojmë atje i bëjmë sepse turistat kur dojnë më ardhë, ne do t'ju sugjerojmë historikun e zonës që të cilat janë kalat, kulinaria, se qa duhet me përvu, pse duhet marrë në Vau Dejës, dhe këta janë arsyet pse duhet marrë Vau Dejës, dhe kjo është ajo që e veçon Vau Dejësin nga zonat e tjera të veriut. Por nëse përmendim lumin e Shalës, është patjetër një zonë kaq e bukur dhe kaq tashmë është edhe virale në mbar botën. Çfarë karakteristika ka kjo zonë dhe janë turistë gjithnjë të prirur të shkojnë drejt atij destinacioni, Altina? Po, për të shkuar në lumin e Shalës, edhe pse nuk është pjesë e Vau Dejës, por domethënë vetmja rrugë për me shkuar në lumin e Shalës është nëpërmjet Vau Dejësit. Edhe falë edhe investimit fundit që po kryhet, që është rruga e Komanit, që është një ndër më të rëndësishëm dhe investimi më i rëndësishëm i kësaj bashkie. Dhe turistat kanë interes shumë madh luginën e Drinit, domethënë, që është një nga perlat më të bukura që ka Shqipëria, edhe atraksionet më të bukura. Siç ishte do thënë edhe Antoni, do thënë Vau Dejësi ka dhe faktorizon domethënë vendi, do thënë ku është i përfshim në territoria dhe nga që rrethohet me male, me ujë shumë, edhe historia që mbartë.
Edhe një gjatë tjetër që duhet me veçu të Vaudesi, në gjatë kohës që ka kënë të u ba rruga e Komanit, atëherë vazhdojnë në itinerari me varkat në Liçen, nga Vau Idejes deri në lumin e Shalës. Pra Vau Idejes Koman, nga Komani marrin makinën edhe tragetin tjetër pastaj për lumë Shalës. Edhe kjo duhet vlerësu për investimet që janë bërë këtë zonë. Por lidhse dhe një investim i rëndësishëm. Çfarë pritet ndryshe në këtë sezon? Pritet ndryshe, pritet të shtohet numri i turistëve, pritet të kemi një destinacion tjetër ndoshta edhe më të vizituar se vitet e tjera, çfarë mund të presim ndryshe nga ky sezon i ri turistik? Atëherë si gjithmonë kur aktivitetet bëhen, normalisht që pritshmëria është edhe më e lartë dhe aktivitetet e shumta që bëhen priten të ketë sa më shumë vizitor, sepse sugjerohen, orientohen turistat, por nuk është të thonë që ka vetëm turista dhe ne do të thirrim vetëm turista nga jashtë, por edhe njerëzit që janë në Shqipëri, që dojnë me vizitu vendet që janë të pasbëluar më lart. Ka pasur shumë investime në zonën e Vau të Dejos, mund të përmendim disa? Përveç rrugës Komani që përmendni edhe Altina, investimet tjera normalisht që ka gjatë gjithë kohës. Ajo që vlen për të përmendur është paketa maleve që na kena pas një shprehje interesi jashtëzakonisht të madh. Po ashtu edhe numri i aplikimeve është ka një numër konsiderueshëm, i miratimeve absolutisht dhe kena pa që janë njerëzit, komuniteti janë të gatshëm për me investu vetë ato që me sjell një turizëm sa më të mbar edhe të mirë për komunitetin, për bashkinë dhe pse jo dhe për gjithë zonën. Sa do të ndihmojë paketa e maleve këtë zonë, investimet, ato që mezi kanë pritur sepse ka një interes të shtuar dhe patjetër që tregon që banorët mezi kanë pritur këtë paketën e maleve për të investuar, për të bërë agroturizëm, për të hapur sektore të tjera ndoshta që do të zhvillojnë shumë vendin. Pikërisht, kjo është arsyeja që domethënë objektivi i këtyre paketave të maleve që me investime që kanë me ardhë, kanë me pas një rritje ekonomike, me rritje ekonomike ka me pas edhe punësime ma shumë, ka me pas edhe, domethënë, me intervista ose me komunitetit që kena fol, janë shumë të interesuar që edhe emigrantët më u kthy që me ba një investim në rjetëzimin e kullave, po ashtu kena pas një sukses me legalizimin e tyre. Kjo është gjithmonë një plus te pjesa ekonomike, te zhvillimi i vendit dhe pse jo dhe për ardhin e turistave sa më shumë. Apo ndikon që edhe emigrantët të kthehen në vendin tonë dhe të kërkojnë si tek pjesa e paketës së maleve dhe tek pjesa e rrjedhimit të kullave, sepse interesi vërtet i shtuar tregon që edhe emigrantët po kthehen në vendin tonë sërish për të investuar në vend. Sipas domethënë kërkesave ose interesave që janë shfaq, vetë tregojnë ata që janë të interesuar që me i shfrytzu ashtu siç duhet tokat e të parëve tyre. Dhe falë paketës maleve, si që thame, kanë shprej shumë interes për hapjen e agroturizmave. Do thonë, agroturizmat sot për sot në barë botën janë më të sukseshme të mundshme. Dhe kështu që kanë shprej shumë interes fakt emigrantat edhe Vaudesi ofron një pamje dhe infrastrukturë shumë të mirë. Sot për sot infrastruktura është në fazën e saj më të mirë. Falë bashkisë Vaudes. Faktikisht kjo është edhe një gjë mirë për njerëzit që zhvillojnë gjanat e veta, përllojnë gjanat e veta për përllusat vendas. Pra kjo është gjë mirë sepse shitet vena, rakia, se këta na karakterizojnë ne si popull dhe përllusit vendas munden me hapjen e bujtinave. Po, dhe kjo është në fakt oferta turistike që na ofrojmë turistave dhe kjo është ajo që turistët kërkojnë prej Vaudesit. Kërkojnë një autentike, diçka autentike që ndoshta vetëm Vaudesi mundet më jo asnjëherë. Vërtet, ka atë gjëra të bukura karakteristike duke filluar nga ushqimet, veshjet, apo gjithçka është vërtet ka mbetur ajo pjesa autenticitetit që dhe karakterizon zonën dhe vërtet të kënaqet syri, që kur vjen atje dhe shikon atë pjesën, qoftë shtëpitë e vjetra që kanë mbetur ende me atë stilin karakteristik, qoftë gjithçka tjetër Vaudesi të jep një përshtypje dhe një ndjesi shumë të mirë. Apo jo, e përjetojnë këtë turistët Altina? Po, në fakt, ne jena pak fanatik të rujtjes së gjanave tona. Kjo është gjë shumë e mirë. Po, edhe mundona me transmetu mas miri për turistat. Edhe, kështu që sot për sot Vaudesi është të ka një destinacion për ta. Një destinacion nga më të rëndësishmet. Sepse shumë turist, qoftë edhe nga agjensitë turistike, unë kam dëgjuar që vinë me objektivin për ta vizituar vendin, sepse e kanë parë ndoshta edhe nga rrjetet sociale apo për të shijuar. Sot për sot rrjetet sociale po na ndihmojnë shumë, janë promovim.
Dhe thanë janë faktori kryesor i një turizmit. Janë faktori kryesor, por nëse përmendim për faktorë të tjerë, mund të ketë faktorë të tjerë që ndikojnë përveç rrjeteve sociale dhe një promovimi të mrekullueshëm që ju po i bëni. Po, do thanë puna e madhe e bashkisë. Po, përveç faktor të tjerë është edhe bashkëpunimi i mirë që kena me bizneset lokale, me komunitetin dhe vetë institucioni i Bashkisë Vaudesit. Domethënë kena një bashkëpunim shumë të mirë dhe kjo besoj që është një faktor plus për turizmin, të pas parasysh se turisti kur vjen nuk ka se ka interes se kush e ka bë janë dhe kush e ka bë tjetrën. Patjetër, por shikon atë çfarë është bërë. Që ofrohet, kështu që bashkëpunimi që kena na me bizneset lokale, komunitetin, njerëzit, është shumë i shëndetshëm dhe mendoj që kjo është një faktor plus për mbarvajtjen e turizmit. Një tjetër faktor i rëndësishëm është që vihet e re, mikpritja mrekullueshme në Valdejës dhe njerëzit janë kaq të dashur dhe kaq të mirë sa jo vetëm turistët, por edhe nga Shkodra nëse shkon dhe kanë atë mikpritjen e jashtëzakonshme ku vetëm t'ju thuash që ke ardhur nga Shkodra t'i japin me vete vezë apo diçka nga pemët që kanë është diçka e jashtëzakonshme që turistët e vlerësojnë shumë. Vihet re edhe kjo pjesë? Patjetër, vihet re se siç e tha edhe vetë ne mikpritjen e kena në gjak. Jo vetëm ne në Vaudès, por shumë e shtuar në Vaudès, është zonë me njerëz të jashtëzakonshëm. Ne theksoj më shumë se kështu dona me bën se kështu mikpritet ai tjetër faktikisht nuk ke pse më zgjat hiç mirë se erdhe me këto që na nollen edhe ne mund të japim këto që na nollen edhe bukurinë natyrore. Për shkak të ndërthurjes traditave se në Vaudès jena 30 do thonë 4 lloje traditash, ka mirëditor, ka malsor, ka komuniteti musliman që futen qytetarët, edhe pjesa e Zadrims. Që është pjesa kjo është ndërthurja dhe lamishmëria që ka Vaudesi. Përveç gjanave tjera, ne kena të na gjanat me shumicë me pak fjalë. E jemi një gjithë karakteristikë të veçantë dhe një modesti këtë mëngjes shumë të madhe. Nëse kthehemi te aktiviteti dhe flasim për vendin, qafa e Gurit, pse u zgjoll ky vend? Përveç pamjes së mrekullueshme, ka një indicie tjetër për zgjedhjen e këtij vendi? Ishte edhe territori më i përshtatshëm për me prit një numër të madh turistësh. Vizitorësh, turista, si mund t'i quajmë ne për ditë banorë të zonës. Dhe jena mundu me gjetë që të tregojmë domethënë pjesë më të bukura që ka Vaudesi. Edhe është do të ishte më e mundshme, më aksesueshme edhe me makina. Faktikisht vitet më përpara është bën disa biznese private dhe bashkia si institucion nuk dhe ne kena vendosur që mos më bëj më se i bie që jetë favorizu një privat. Kështu që kena zgjedhur një vend që është shtetënor, plus edhe kryetarit i ka pëlqyer shumë kur e ka përzgjedhur gjan si pjesë, edhe nuk është se është përgjegjësia e njënit prej nesh, por është një përzgjedhje që këtu del bukur, këtu është e përshtatshme dhe se kena pas 25 stenda që për bizneset dhe aty ka qenë vendi më i përshtatshëm, plus bukuria që ka, nuk është se duhet me thonë ose me hell short se ku më e bë, është vetë vendi që impakti i parë që kena marrë për njerëzve është kanë thënë që ku pas ka qenë ky vend që nëse kena zbuluar. Vërtet është shumë e vërtet kjo që po thua ti dhe njerëzit edhe kur e shikonin në video kishte nga ato që pyesin ku është ky vend. Mund ta tregojmë pak a shumë ku është ky vend sepse janë të gjithë janë shumë kurioz ta dinë. Po është rruga kryesore. 2 kilometër nga qendra, po 2 kilometër shumë afër nga bashkia Vaudès. Nga bashkia Vaudès. Është rruga e Liçenit, është krejt e thjesht lokacioni më i thjesht. Rruga e Liçenit nuk çon kërkun tjetër. Jo, vetëm deri te Liçeni. Pra, Vaudesi është një perlë. Është një perlë ku ka shumë gjëra të zbulohet. Mund t'i bëjmë të gjithëve një thirrje që ta vizitojnë këtë bashki dhe këtë vend të mrekullueshëm. Besoj se kena bën mjaftueshëm thirrje, ndoshta është koha që vetëm pritesh dhe mos më bën më thirrje, për arsye se është promovuar mjaftueshëm Vaudesi, edhe pse absolutisht nuk kena pse mos me vazhdu promovimin e destinacioneve të bukura të Vaudesit, por duke pas parasysh edhe numrin e turistëve që rritet ditë mas ditet, na e kuptojmë që ky promovim është kanë i domosdoshëm dhe i duhuni. Dhe sot po i marrim frytet e këtij provimimi. Është shumë bukur ta dëgjosh këtë. A ka aktivitete të tjera që kemi në mendje ose projekte të tjera që po punohet? Po kena të shpejt, në fakt më e afërta mundshme është me datë 31 maj, kemi risjellim dasmë në Skënderbeut, por gjithmonë ne risjellim në versionet më të mira, do të thënë me tërheq për publikun, me pas interes për me pa, duke se është diçka e jona
autentike, jena të mundu me rujt identitetin, sepse Gjergj Kastrioti me Doni Karanitit janë martu në kishën e Shënmëris, dhe i ftojmë gjithë njerëzit që po na ndjekën, me datë 31 ora 19:30, zhvillohet dasma Skënderbeut. Kena të ftuar Arbresht e Italis, sa bukur. Edhe ansamblin Rugova që na bashkohen për një dasëm madhështore, siç i takon një Skënderbeut prirësit të Arbrit, që e tanë Shqipënia në një dasëm. E gjithë Shqipëria në një dasëm dhe ai që bën rolin e Skënderbeut besoj që do na flasi edhe më shumë. Është gjithmonë emocioni veçantë kur se flasim më shumë, nuk kanë marrë njerëzit më pak, kështu që është mjaftueshëm që është gjithmonë, edhe ato që e kanë parë një herë besoj që nëse e gjejnë kohën do vinë ta shohin. Por nuk është gjithmonë njësoj është ideja. Ideja është ajo që vjen për të përmendur se ky është viti i tretë që të paktën e shfaqim në Vaudès, edhe kena një interes të vazhdueshëm dhe të papam për njerëzve që dojnë marrë me pa prep, edhe pse është viti i tretë, ka një kërkesë shikueshmërie për dasmën e Skënderbeut. Është gjithmonë e bukur dhe gjithmonë edhe me 1 qershor kemi prap aktivitet në zonën e Boshatit për gjithë fëmijët. Jena të mundu me bërë një hapje për 1 qershor për fëmijët. Sa bukur. Edhe aktivitetet do vazhdojnë përsëri se diskutohet. Por Shto që e na gjithë vera do kemi para festën e emigrantit. Festa e emigrantit është karakteristike që bëhet shumë e madhe. Është viti i tretë edhe festa e emigrantit. Janë plot njerëz edhe nga Shkodra që thonë Vaun e Deos, po bëhet festa e emigrantit dhe të gjithë vim atje është festë shumë e bukur. Tash kanë metur na thanë kena met në Vaudès, kena met në Vaudès. Se veç ju bani aktivitete. Shumë bukur, nuk ka asgjë të keq edhe siç e përmendëm jeni shumë ikpritës, prandaj ndoshta edhe është kënaqësi gjithmonë të vim dhe të jemi pranë jush. Nëse flasim për pjesën e gastronomisë, kalojmë pak tek pjesa ne përmendëm pak më përpara dhe cila mund të jetë gjëja karakteristike që një turist duhet të provojë kur të vinë në Vaun e Deos? Pra, si që tha me Vaudesi, nuk ka një gjë. Nuk ka një gjë, nuk mund të Vaudesi ka veçojmë një 4 gjëra e sipër, kështu që të vinë të provojnë. Cilat janë 4 gjërat e sipër që mund të veçojmë atëherë? Po, për shembull, sepse Bashkia Vaudès ka 6 njësi administrative. Një ndër ato që duhet me përmend faktikisht për këtë pjesën e turizmit, që ne edhe kena dalë, kena kena selektuar, edhe kena investiguar vetë edhe kena gjetë bujtina. Pra janë vendet edhe fshatrat që përllojnë verën, rakin, bylmetin e tjerë. Pra gjitha këto i përllojnë zonat tona, sidomos fshatrat. Pra të kenë Zadrim, një pjesë e madhe fush, Hajmeli, e cila vlen për të përmend për këtë pjesë, pra për përllimin e gjanave karakteristike. Vajt udhirit që i përllohet në masë. Edhe janë të gjitha gjëra bio dhe është vërtet sepse kena kantinat e venave në Hajmel, do të thonë që gjinë. Ma këto veçanta që mund thojë. Dhe si shpërmenden këto. Nëse kalojmë pak tek Hajmeli, duhet të përmendim edhe lindjen e Jezusit. Betlehemi. Betlehemi gjallë që bëhet atje dhe ajo është diçka shumë e veçantë. Organizojmë kisha në bashkëpunim me Bashkinë Vaudès, në fakt. Po, është në bashkëpunim me Bashkinë, patjetër. Edhe numri i vizitorëve është kanë gjithmonë në rritje. Gjithmonë, dhe është gjithmonë shumë bukur të vish ta vizitosh. Nëse kemi parë diçka më të bukur, nuk e di, unë kam vizituar edhe shumë vende të botës, po sa herë që ajo organizohet, unë jam gjithmonë gati të vi dhe ta shikojmë. Kjo është pikërisht eksperjenca autentike që na ofrojnë. Më thonë edhe pse pavarësisht se mund ta kish pa një herë, turisti ka qejf marrë me pa edhe një herë, turisti njerëzit kushdo që ka qejf me ardhmë, më thonë, e sheh një herë, po ka qejf marrë edhe një herë, sepse ajo shija dhe ndjesia që Vaudesi jep të bën mu rikthy edhe një herë atë. Nëse flasim për turizmin e qëndrueshëm, turizmi tashmë në Vaun e Deos gjithnjë në rritje dhe është bërë një turizëm i qëndrueshëm, si mendon se është arritur Antonio? Atëherë, turizmi i qëndrueshëm normalisht me punë, pra sektoret e ndryshme, edhe që duhet më përmend, vlen më përmend janë bashkëpunimi i sektoreve që kena ne në bashki, pra si institucion, me drejtorinë e shërbimeve, drejtoria turizmit, drejtoria arsimit e sportit, pra janë atë tonë kur dona me bë diçka, ulena dhe bisetojmë dhe bashkëpunim të tanë që të arrihet dhe të realizohet sa ma mirë, në mënyrën më të mirë të mundshme. Një vend sa më i pastër, një vend që është karakteristike. Besoj në Vaudesi dallohet shumë qartë që kena një pastërti shumë të mirë. Pastërti shumë të mirë. Pastrimin e liçenit Komanit kryhet rregullisht. Sepse është fut makineria prap nga ka një makineri që është vënë në dispozicion, që edhe kjo vlen të përmendet patjetër, sepse është diçka
shumë e mirë dhe shumë e veçantë dhe është vërtet ajo që ju karakterizon. Është një pastërti e mrekullueshme në çdo cep të bashkisë. Dhe dua t'ju përgëzoj shumë të treve dhe t'ju falenderoj që ishit me mua këtë mëngjes. Faleminderit shumë të treve. Faleminderit edhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Takimi radhës së bashku të hënën.